është 1.1 hektar. Ne po e miratojmë sot për çështje të tjera, sipas ligjeve. Jo mor jo, ne po e miratojmë sot. Jo. Ore zot, ne lere se s'kemi miratuar, hiqe pikën 2 atëra. Faleminderit. Po hiqe pikën 2 se s'ka. Faleminderit propozimi. Ore çdo bëhet more zotni në 1.1 hektar të qytetarëve të Sarandës. Zoti Bajrami. Pse nuk e sqaron këtë çështje më zotni? 1.1 hektar të Sarandjotëve mo, ku do shkojnë? Çfarë do ndërtohet këtu? Të lutem. Pse nuk na sqarohet kjo çështje ne? Të gjitha këto diskutime duhet ishin bërë kur u miratua plani në tërësi. Dhe këto normalisht janë si rjedhoje, miratimit të atij plani sigurisht janë hapa juridik që duhet të ndërmeren. Këto shqetësime janë ngritur dhe andaj pavarësisht se mori shumicën këtu në Këshill ai projekt vendim, domethënë ai plan. Unë personalisht që atëherë jam shprehur kundër atij projekti për arsye se në pjesën më të madhe të tij ka menduar që është kundra interesave të qytetarëve. Kështu që duke dashur të pozicionohem dhe sot do jem kundër këtij projekt vendimi dhe çdo projekt vendim që ka lidhje me atë projekt. Komplet investimet do të bëhen të 10.800 metrash. Pra këtu kemi heqemi një pjesë që ja ka dhënë gabimisht ndoshta sipas qeverisë pushtetit vendor dhe ndekjen e planit të tyre për të privatizuar të gjitha vilat qeveritare me programe të kamufluara. Edhe fakti që menaxhimi 50 e para bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe më pas do të gjykohet nga bashkëbisedimi me bashkëfinancuesin, me Bashkinë Sarandë, por që mund të kaloj edhe një palë të tretë, tregojnë qartë se kemi të bëjmë me kalimin e shkallëzuar nga bashkia apo shteti tek privati, me kalimin e kohës. Prandaj unë vazhdoj që të votoj kundra. Nuk qëndron ashtu siç ju po mundoni ta transmetoni këtu në publik, sepse ne të gjithë jemi sot edhe bashkitë në fund fare, në momentin që nuk kanë mundësi të investojnë, forma më e mirë është forma bashkëpunimi. Në çdo rast bashkëpunimi është brenda institucioneve shtetërore, nuk është institucione shtetërore dhe privat. Para, e dyta është qëllimi është për të ndërtuar, për të bërë teori dhe praktik bashkë. Nuk kemi qëllim aty për të fituar, se nuk besoj sot që po vinë oligarkët në Sarandë që të marrin një hotel me 48 doma dhe të mendojnë të fitojnë lek. Por qëllimi është totalisht ndryshe, aty është qëllim komplet edukativ, sepse po bëhet përveç asaj po bëhet edhe një maj center, por ju nuk doni t'i jepni vëmendje atyre. Ne po kërkojmë që këtë shkollën që është 9 vjeçare ta kalojmë shkollë të mesme apo të lartë. Qëllimi është që universiteti të kalojë atje, shkolla ku sot është universiteti të thellë shkollën 9 vjeçare, aty të bëhet dhe teoria dhe praktika bashkë. Kjo është e vërteta.